Nëse neve kemi marketingun të klasit botëror, ne kemi mundësi të krijojmë brandet të klasit botëror. Ne kemi mundësi të bëjmë diferencën. Nëse ne nuk e bëjmë një gjë të tillë, ne nuk garantojmë të suksesin. Ajo që është shumë e rëndësishme është që një person i cili ditë të ndikojë dhe ditë të çojë mesazhin deri në mendjen e konsumatorit, ditë të ndikojë për ta bërë konsumatorin që të çojë vëmendjen dhe jo vetëm vëmendjen, edhe veprimin, po dhe nxjerrë dhe lekët e veta për brandin tënd, ajo është mjeshtëria e marketingut. Pra është e rëndësishme që neve ta kuptojmë në fund fare, është një joshë e ëmbël, kemi thënë, arti joshës së këndshme, por në të njëjtin kohë ne duhet të kemi në mendje që sot nuk është betejë produktesh, por është betejë perceptimesh. Por në të njëjtin kohë ne do të shikojmë dhe do të mësojmë jo vetëm si të rrisim klient potencial, sepse një nga detyrat kryesore që bën marketingu është të rrisi klient potencial. Por në të njëjtin kohë si të rrisi klient potencial dhe konsumator potencial me kosto të ulët. Dhe si të shesi me çmime të larta. Dhe si të bëj të mundur që këta të rivin edhe t'i blejnë njëkohësisht. Këto fushata inovative i bën marketingu. Duhet të dimë që kjo nuk është punë vetëm një personi në krye, as e drejtorit të marketingut, as e brand managerit, por kjo është një punë e cila duhet përkrahur nga të gjithë. Marketingu është filozofi me vete, është mentalitet brenda organizat dhe çdo njeri duhet pahiset me armën e marketingut. Çdo shitës nëse shetë dhe del në treg pa pasur njohuri në marketingut, ai është sikur të hash supën me pirun. Po shkruajmë një libër me Almën, edhe Spirua, ishte 13-14 vjetë, po shkruaja unë dhe po e lexoja librin. Në një moment tha, shitësi që del në treg edhe nuk merr me vete gjithë aftësinë, njohurinë se si të ndërtohet brandi, është sikur të hash supën me pirun. Puna e departamentit të marketingut është ta bëj shitjen të panevojshme, sigurisht që në mënyrë figurative, ta bëj shitjen të lehtë. Çdo njeri i cili pavarësisht se çfarë punë bën, edhe në jetën tonë, ne duhet dim marketing, ne duhet dim brandin. Sepse ne çfarë kemi thënë, sa të aftë jemi neve të ndikojmë me 3-4 sekonda të para, sa të aftë të ndikojmë neve pa e hapur gojën. Si mund ndikosh ti 3-4 sekonda të para? Kush je ti, identitet idiot? Ne bëjmë reklam në mënyrë të vazhdueshme, në Instagram, në rrjetet sociale, në billboarde, në televizion, nuk ka rëndësi apo në radio, por ne duhet të jemi ekspert. Njerëzit injorojnë. Njerëzit bile jo vetëm injorojnë, por urejnë reklamat, por pëlqejnë kontentin e jashtëzakonshëm, përmbajtjen e shkëlqyer. Atëre, imagjino se çfarë po ndodh. E urejnë, e injorojnë, por ama nëse ka diçka të mirë, ajo do bëj diferencë. Nëse përmbajtja jote është e mirë, do bëj diferencën. Sigurisht që përmbajtjen varësi se kujt e çon në audiencën e dur apo e çon në një vesh të shurdhër. Pra, është shumë e rëndësishme që këtë gjë ta kemi mirë në kokën tonë. Dhe nëse bëjmë një reklam, ne duhet kemi parasysh pse e bëjmë, që të kapim një numër të gjerë, të themi kush është mesazhi që duam të përcjellim. Por në një kohë ne duhet t'i themi, vërtet duhet ta ndërgjegjësojmë se ekzistojmë, por ne duhet të themi atyre me fjalë të vogla kush është vlera jonë që u japim atyre. Në të njëjtin kohë, reklama dhe të tretën duhet të bëjë të mundur që ata të veprojnë, të nxiten. Pra, nëse neve e kemi në mendje që kur ndërtojmë reklam dhe duhet të përçojmë një mesazh, duhet të kemi të qarta këto. A do t'i ndërgjegjësojmë që ne të dëgjohemi, t'i bëjmë thirrje, ta kuptojnë që ne ekzistojmë? A kemi mundësi që direkt në ato sekonda të para të tregojmë vlerën tonë? Një fjalë bën diferencë në reklam. Një fjalë. Juve që jeni mjeshtra të reklamës e dini çfarë jam duke thënë. Okay, një fjalë mund të bëjë çdo gjë. Nëse një fjalë e bën të mundur që edhe të dëgjohesh, edhe vlerat ta prezantosh, por edhe ta nxitësh që ai të blejë, të veprojë, kjo është që do bëjë diferencën. Po ka shumë studiues të ndryshëm të thonë sa lekë do shpenzoj për reklamën. Do më thotë dikush, po sa më shumë lekë të shpenzoj për reklam, aq më mirë është. Nuk është. Sa je ti i gatshëm që nga klientët që do gjenerohen që ti të shërbesh. Ki kujdes. Fillim ndërton sistemin dhe pastaj fillon mendon sa parë do të shpenzosh në marketing. Pra sa klient dëshiron dhe sa je në gjendje që ti të shërbesh në fjalë. Sa mund ti përballosh ata? Sepse dikush thotë shikoj, di si është puna, logjika thotë që shikoj, nëse unë dyfishoj investimin e buxhetin për marketing, unë kam mundësi që të dyfishoj edhe leads, edhe klientët potencial. Është vërtet, por kujdes, sepse shiko tani çfarë ndodh, do të kemi diçka parasysh. Është një pikë kritike që përsëritja është çelësi, kështu thuhet në reklam. Përsëritja është çelësi, apo jo? Por e vjen një pikë kritike
Kur nëse ti vetë nuk e di dhe nuk e kupton këtë këtu, ekspozimi bëhet i madh, me fjalë do thotë ti shpenzon, por ti nuk do marrësh ndonjë vlerë, sepse ajo gjë e ka kaluar pikën kritike. Ajo pika kritike është momenti që ai mesazhi bëhet efektiv. Deri atje bëhet efektiv. Në momentin që bëhet efektiv, do thotë nxit veprimin. Që do thotë nxit veprimin, nxit shitjen e ngjall optimizmi, fjalë jep përgjigje emocionale deri në këtë pikë. Pastaj, çfarë do të bësh? Kjo është pyetja. Çfarë do të bëjmë pastaj? Deri këtu jemi në rregull. Shpenzojmë, kemi çuar një mesazh, por mesazhi duhet të jetë mesazhi i cili të informojmë, mesazhi i cili përveç informimit duhet të tregojmë vlerën, por në një kohë të nxisim ata që të blejnë. Është si puna e një udhë të përmbysur. Nëse neve arrim që në këtë pikë kritike, dhe nuk e dim se kush është kjo pikë kritike, nuk kemi për të bërë asgjë. E di pse? Se do shpenzojmë lek, sepse konsumatori e ka programuar në mendjen e tij, por nuk do ketë atë vlerën. Atëherë pyetja është, çfarë do të bëro Vasil? Ajo që do të bëre di çfarë është? Do të ndryshojmë mesazhin, do të përdorim fjalë të tjera, do të përdorim një reklam tjetër, në mënyrë që të ngjallim interes, në mënyrë që të nxisim të veprojë, se problemi është të nxisim të veprojnë, në mënyrë që të jetë efektiv, nxis veprimet. Atëherë të marrim shitje, të marrim një përgjigje emocionale, se me mesazhin e vjetër ne s'marrim më klientë të tjerë potencial.